Një grup aktivistësh marshuan pas ditën e së premtes në shëtitorin e Shëngjinit në kuadër të protestës kombëtare që po zhvillohet çdo ditë në Tiranë me pankarta, flamuj dhe thirrje kundër qeverisë. Pjesëmarrësit përshkuan shëtitoren duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë marshimit u dëgjuan slogane si Rama jep dorëheqjen, si dhe thirrje të tjera kundër qeverisë. Nga ku burojnë, nga shtëpit, nga vendi ku duhet të mbrosh tokën tënde, lagjën tënde, në vendet e vogla ku dhe në hartë ndoshta nuk shihen. Ndërsa Shqipëri duke nisur padyshim me gjitha pjesën e saj. Aktivistët shpërndajnë edhe flet palosje informuese dhe vendosën trakte në ambiente publike përgjatë shëtitores, me mesazhe kundër qeverisë dhe thirrje për t'u bashkuar protestës kombëtare. Ata u bën apel pushuesve të shumtë që ndodheshin në Shëngjin t'u bashkohen protestave në Tiranë, duke theksuar se pjesëmarrja qytetare është e rëndësishme për të shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisë.